Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man wala thumma ma ba'd. Ndëruar vëllezër, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Javën e kaluar kemi fillu me hadithin e dytë, haditheve që I ka përmbledh Imam Nawawi rahmatullahi alayh, I njohur si hadithi I Gjibrilit. Pra kur Gjibrili alayhi salatu wassalam erdhi dhe u paraqet në formë të njeriut, sepse kjo ishte njëra ndër karakteristikat e melaçeve është, por edhe Gjibrilit që mund të personifikohej me lejen dhe udhën e Allahut azza wa jall në formë të njerëzve. Sigurisht urtësia ishte që me qenë I pranueshëm në mesin e njerëzve dhe me përçu pastaj mesazhin, nga se padyshim se sikur zbriste në formën e tij që ka krijuar Allahu azza wa jall, do të ishte vështirë edhe për ata cilët do të ballafaqohenin me atë krijesë gjigante që e ka përshkruar profeti alayhi salatu wasalam, I cili e ka pa në formën e tij reale dy herë. Por më të herë, sikur se edhe shumë herë tjera, Gjibrili alayhi salam erdhi në formë të një njeriu I cili padyshim ishte I panjohur mesin e sahabëve, që ka thënë Omeri, asnjëri prej neve nuk e njehte. Dhe hyri në xhami kur ishte ulur profeti alayhi salatu wassalam, dhe u ul pranë tij në gjoj dhe I vendosi duart e tij mbi gjojt e tij, mbi gjojt e Gjibrilit sipas komentimit më të saktë të dietarëve, dhe pastaj ia bëri disa pyetje. Ky hadith është hadith I jashtëzakonisht I rëndësishëm, sikur se kam thënë që javën e kaluar, ka thënë dietarët është prej haditheve bazë të fesë. Madje disa dietarë thonë që është një treta e Islamit është në këtë hadith, për shkak se I ka përmbledhur shtyllat kryesore të Islamit. Dhe dobit e tij hadith janë të shumta. Javën e kaluar kemi përmendur vetëm edukatën e kërkuesit të dijes ose edukatën e mësimit të fesë bazuar në këtë hadith, realisht bazuar në sjelljen e Gjibrilit alayhi salatu wassalam. Qysh erdhi, qysh ul, qysh qëndroi, veshja e tij, dukja e tij, ulja e tij, pyetjet e tij, ndëgjimi I tij, krejt ato dietar kanë nxjerrë një shumicën prej gjëra që duhet me pas parasysh ai që don me mësu fen, dhe për to kena fol javën e kaluar. Pyetja e parë të dashur që ja bën me sahabët përcjellën padyshim me vëmendje këtë njeri me mjekër të zezë, me rroba të bardha, shumë të zezë, me rroba shumë të bardha, I panjohur, I ul profetit përballë, I vendosi duart në gjoj dhe I tha në emër, ja Muhammed, subhanallah, nuk I tha as I dërguari Allah. Ka thonë disa dietarë. Kjo mënyrë që e thirrën në emër është një mësim për hoxhallarët, për mësuesit, që kanë herë ndoshta ai që të bën pyetje, nuk as nuk I thotë hoxha efendi, as hoxh, as mësues, po I thotë në emër dhe duhet me bë sabër. Duhet me bë sabër kanë herë, sepse ndoshta mundet me qenë edhe me pas edhe ballafaqime të tilla. Sidoqoftë, I tha ja Muhammed, o Muhammed, akhbirni anil Islam. Pyetja parë të dashur, I tha o Muhammed, më trego mua se çka është Islami. Dhe këtë do të ndalim sot me lenin Allah subhanahu wa ta'ala. Cila është, ose çka është Islami, çfarë është Islami, çka përmban feja Islamit. Dashur, I tha profeti alayhi salatu wasalam, Islami është an tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma Ramadan wa tahujja bayt Allah al-haram in istata'ta ilayhi sabila. I tha Islam është me dëshmu se nuk ka zot tjetër të
të adhuruar, që meriton të adhuruar me merit përveç Allahut. Wa anna Muhammeden Rasulullah, dhe se Muhammedi është i dërguar i Allahut. Kjo është e para, kushti i parë, me falë namazin, me dhanë zëqatin, me gjëru Ramazanin dhe me shkun haqë nësi ke mundësit. Ta sadaqte, ta të vërtetën e the. Kjo është e përgjegja Profetit selam dhe Gjibrili e miratoi. Tha se pikrisht kjo është përgjegja, pra kjo është Islami të dashur dhe besimtar. Fillim me të dashur dhe nga kjo hadith kuptojmë se Islami nuk është vetëm një shprehje, vetëm një fjalë, nuk është vetëm një përkatësi që dikush thot unë jam prej muslimanëve ose jam prej besimit islam ose thot unë jam musliman, nuk mjafton. Islami nuk është vetëm fjalë, as dëshirë, as iluzion, as pse ka qenë dikush Islami është një fe me shumë detyra, obligime, qysh i ka përmbledh Profeti selam bazat e Islamit. Andaj pretendimi, shprehja vetëm me gojë, deklarimi vetëm me gojë se jam musliman, se edhe unë jam musliman, se edhe unë i përkas, është i mangët. Islami është i gjanë, shumë i gjanë. Por këto që i ka përmend Profeti a.s. këto janë bazat e Islamit, pa të cilat problem është. Këto janë 5 bazat, 5 themelet mbi të cilat realisht është ndërtu dhe është ngritë feja. Edhe këto 5, edhe këto nuk janë të gjitha të njëjtit nivel për nga rëndësia, pesha, obligueshmëria, obligative janë të gjitha, mirë po, nëse besimtarët i shmangën në njërës me tyre, këtu ka rregulla. Dashur, Islami është një fe, një tërsi e disa obligimeve dhe detyrave kërkesës që Allah subhanahu wa ta'ala i ka caktu për njerëzit. Mirë po, këto janë kushtet, ose këto janë themelet, që ka ardhur në një hadith tjetër, cilë dhe transmeton Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë Profeti selam, bunja l-islamu ala 5. Islami është ngritë, është ndërtu, është ngritë mbi 5 shtylla. Shahadet e la ilaha illallah, wala Muhammed Rasulullah, me dëshmu se nuk ka të adhuruar përveç Allahut, me falë namazin, me agjeru, me dhanë zeqatin, me agjeru Ramazanin dhe me shku në haqë. Të njëjtat që ka përsërit pra Gjibrilit në një hadith tjetër, thotë se Islami është ngritë mbi 5 themele. 5 themelet, 5 bazat e Islamit janë këto të dashur vëllezër. E para është dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Nuk është krejt Islami vetëm këto 5 detyra. Për shembull, ka thonë Profeti selam në një hadith tjetër, el-islamu ose el-muslimu men salima el-muslimune min lisanihi wa yadihi. Besimtar është ai që besimtarët janë të sigurt nga gjuha dhe dora e tij. Dhe hadithet të ngjashme. Por këto janë bazat, këto janë shtyllat, këto janë obligimet kryesore të Islamit. Pastaj ka edhe shumë detyra, obligime, vepra të pëlqyera, ka edhe shumë ndalesa ose vepra të urryera, të cilat pastaj e kompletojnë Islamin e njerit. Po ai që nuk i ka këto 5, ai ati mungojnë themelet, realisht mos mi pas të gjitha ai s'ka fe hiç, por kush kalon diçka prej këtyre 5 themeleve, ai fenë ka të mangët nëse ne ka shahadetën dhe çështja është tek namazi. Kushti i parë të dashur vëllezër ose themeli i parë që ka përmend Profeti sallallahu alaihi wasallam me padyshim se dini është shahadeti ose 2 dëshmit e shahadeta. Dëshmia se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe dëshmia se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Tek dëshmia se nuk ka zot tjetër, ashhadu la ilaha illa Allah. Kjo është temë në veti me fol për
shahadetin, rëndësinë e shahadetit, për kushte shahadetit e kështu me radhë. Mirë, po në pika shumë të shkurta, gjonat kryesore që duhet me i pas parasyshe besimtari ose çka i përmban realisht dëshmia shahadetit. Ai që thotë ashhadu an la ilaha illallah, çka më kupton që këtë dëshmi të dashur të besimtar, kuptimi i kësaj dëshmie është që unë dëshmoj, deklaroj dhe e pranoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut. Që është dëshmia e plotë. Unë ashhadu an la ilaha illallah. Unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Ka thonë dietarët, e ka për qëllim nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet. Përndryshe në tokë ka dhe plot zota të tjerë, të cilët padyshim janë të rrajshëm. Por ata janë zota, pra ata adhurohen. E pranojmë ne se ata adhurohen. Ka njerëz të cilët adhurojnë diellin, ka njerëz që adhurojnë hanën, ka njerëz që adhurojnë krijesa të ndryshme. Madje ka njerëz që janë në Indi që adhurojnë subhanallah, Allahu nderoft, adhurojnë lopën. Pra, dhe ka pas edhe besime tjera, druje, gure, besime të kote të ndryshme. Ka prej atyre që adhurojnë edhe shejtanin. Madje ka dhe në kohën e sotit, dhe quhen rob të shejtanit. Por këto janë adhurime, ata nuk janë adhurime ose nuk janë zota të vërtet dhe aq më pak nuk meritojnë të adhurohet. Andaj tash vëllezër, kur themi se kjo dëshmi pra kompletohet kur e shtojmë këtë pjesën që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Fillimisht la ilaha illallah, wa la ilaha, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot Allahu azza wa jall, dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi fa huwa al-batil. Allahu është Zoti hak, kurse gjithçka çka lutin, adhurojnë përveç tij është e kot. Pra Allahu po tregon në Kur'an se ka edhe zota të tjerë, të cilët njerëz i adhurojnë, të cilët njerëz cilëve ju nështrohen, i luten e kështu me radhë. Mirë, po Allahu azza wa jall është Zoti që meriton padyshim i vetmi që meriton të adhurohet. Pra, fillimisht të shahidi do me pasë dëshmia, pranimi se nuk ka Allah zot përveç Allahut, dhe dyta dhe çdo zot tjetër përveç Allahut është i kotë, dhe çdo gjë që adhurojnë njerëzit përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, pra është batil. Por do shëdëzër tek pjesa u ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, te pjesa dhe dëshmoj pra pjesa e dytë e shahadetit se Muhamedi është i dërguar i Allahut, edhe këtu janë disa tonë që do me pas besimtare. Por do shëdëzër është me pranu profetin alayhi salatu wasalam si profet i dërguar tek të gjithë njerëzit. Nuk është i dërguar vetëm te arabët, siç pretendojnë disa të kitabet, mirë po është profeti i dërguar të gjithë njerëzit. Është profeti i fundit, pra dhe vula e profetëve, dhe nuk do të ketë profetë pas pejgamberit të fundit Muhamedit alayhi salatu wasalam. Po është dashur vëllezër, përveç besimit dhe deklarimit, duhet që deklarimi ose besimin në profecinë e Muhamedit alayhi salam me qenë edhe dhahiran, do më thonë me dëshmu, me deklaru, edhe me fjalë, mirë po edhe me zemër. Kjo vjen te shahadeti la ilaha illallah. Çdo deklarim që nuk përputhet dhe me besimin e zemër është i kotë, dhe është i papranueshëm. Realisht, ai besim ose ai deklarim me gojë që nuk përputhet pastaj me ato që ka njeriu në zemër, apo fjalën se nuk e beson me zemër, as Allahu azza, as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kjo është personi i tillë është munafik.
Ai që deklaron me gojë se nuk ka Zot përveç Allahut, por nuk e beson me zemër, është munafik. Ose ai që thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i Allahut për ndonjë interes të kësaj dynjoje, por me zemër nuk e beson, edhe nëse deklaron me gojë dhe thot shahadetin shpesh, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mirë, po me zemër nuk e ka, nuk është i bindur se Allahu është Zot dhe se Muhamedi është dërguar i Tij, besimi i tij është i kotë. Pra është pjesë përbashkëse e shahadetit përveç deklarimit dhe shqiptimit me gjuhë dhe bindja me zemër se Allahu është Zot i vetmi që ne të adhurojmë dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Tij. Pjesë e besimit në të dërguarin në fundit është edhe me dëshmu dhe me besu se ai çka flet, çka na ka tregu, çka na ka njoftu është hak. Qoftë për të kaluarën, ose për gjërat mshefta, gajb çka quhen, për shembull na ka folë, na ka tregu se çka qysh ka mendodhe suali në varr. Qysh ka më morën pyetje njeriu në varr. Ka tregu diçka për jetën në Varreza, ka tregu për jetën për ringjallën e gjëra të tjera. Pjesë e besimit e shahadetit në të dërguarin Allah të zërë është me besu se gjithçka çka ka tregu profeti sallallahu dhe na ka njoftu është e vërtetë dhe është hak. Sigurisht nëse hadithet janë të vërteta, se ka disa hadithe që ose janë të shpikura, mirë po dietarët i kanë klasifikuar. Pjesë e besimit në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është me besu se gjithçka çka na ka tregu, qoftë për të kaluar, për shembull, ka ndodhur kështu, nëse e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me thonë çish ka me besu, çish ka besu kush? Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, që kur u kthye në Mekë prej Isra's dhe Mirajit, dhe i tha Kureshitëve, tha na kone e tre diçka. Tha po, i tregoj për udhëtimin që e ka bërë për Selam. Atëherë ata sigurisht se e përgjigjëstruan, madje shpresuan që ky me qenë momenti më i volitshëm që ata që i kanë besu prej tash duhet me mohu, sepse po pretendon se ka shku në Kuds dhe prej ka fluturuar se ka shku në qiell të Allahu Azza banda një natë. Dhe i thanë Abu Bekrit, ai shokut, ai dostit, ai aroniut që ty për dënë, po besone, po pretendon se gjatë natës se kaluar ka qenë kështu. Apo thot që ashtu? Po thot, e vërtet është. Po të shënëzër dhe me pasë besimi se diçka që ka thonë Allahu Azza wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga mendja dhe çka do të flet ai është shpallje. Gjitha gjërat, gjitha lajme që i ka tregu profetit, qoftë për të kaluar, ose që do të ndodhin të ardhmen, duhet me i besu si të vërteta. Ka me ndodhë kështu. Nëse nuk ka ndodhë, dhe nëse ato ka me ndodhë në Allah subhanahu wa ta'ala. Ose nëse bëni që shto këmë një ndodhë që kjo. Krejtë të shëllëzër janë të sakta dhe janë pjesë e besimit, e dëshmisë se Muhamedi alayhi salatu wasalam është i dërguar i Allahut, pra me besu si të dërguar të Allahut që është dërguar për të gjithë njerëzit. Është i dërguar i fundit, nuk ka profet tjetër me besu se ai gjithçka çka na ka treguar është hak, nuk flet nga hamendja, por është shpallje për Allahu subhanahu wa ta'ala. Po është pjesë e besimit është edhe pranimi i rrugës së tij dhe puna ose pasimi i sunetit të tij. Andaj çdo dëshmi që pastaj vepra nuk e vërteton është problem. Dëshmoj se ti i dërguar Allahut dhe mos me punu pastaj sipas udhëzimeve të tij, kjo është problem. Allahu Azza wa Jalla në shumë ajete në Kur'an ka thirrë ja ayyuhal ladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasul.
Wala tubtilu a'malakum. Ajo që keni besuar pasane dëgjane Allahun dhe dëgjane ose pasane të dërguarin për profetin alayhi salatu wasallam. Pasat Allahu azza wa jall, me yuti ar-rasul faqad ata'a Allah. Ai që e pason profetin, realisht e ka pasu Allahu subhanahu wa taala. Madje në një hadith tjetër, ajet tjetër që ka thënë dietarët, apo është edhe ajeti i testimit, ku Allah azza wa jall teston besimtarët, kul kuntum in tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj njerëzve, nëse jeni për atyre që doni Zotin, atëherë me pasoni mua, me pasu pra profetin e sallam, është pjesë të shëndëzër e besimit që profeti e sallam është i dërguar Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka shumë hadithe, ajete që flasin për këtë pasimin e profetit sallam, mirë, po kjo është temë në veti. Ndërruar vëzër, pa të ndëgju një huq, Allahu e me shiruft. Duke të regu për një rajon të Kosovës, të kam qenë më vitet e 80-ta, ose 75, 80-ta, po gjithet e kam dhejtë, Allahu me shiruft. Thot ka pas gjamat pak, e njëri për atyre thot që vinte me ne, thashtë kështu. Thot, unë nuk besoj farën ato që ka ju pëthuni pas dekjes, ka më ndohë kjo. Mirë, po më pëlqeni si shoqni, muhabeti edhe po vi, Allahu në tjera për alemi. Ka disa njerëz, ashtë në zërë. Nësha janë edhe prej besimtarve, në gjami, falen. Mirë, po kanë luhatje në disa gjona që ne ka të regu profeti sallam për ahiretin. Ose kanë luhatje në pranimin e disa gjona që ka kërku profeti sallam. Ma atakumur rasul fakhudhuhu. Ato që ka dhonë profeti, ka kërku me kryne, kanë e falloj hezitimi. Nëse profeti sallam ka dhonë me bosh të njëri mundet mos me i kry të gjitha detyrat, mundet mirë, po sikur se nuk i flan zemra që është në rregull dhe që është mirë. Dhe kjo bie ndesh me këtë deklarimin që profeti është i dërguar e Allahut, por nëse sinqerisht robi e pranon me zemër, deklaron dhe pranon, kur thuash e pranoj se ky është i dërguar i Allahut, pra po flet në emrin të Allahut dhe na tregon ato që Allahu ka dashur na tregon njerëzve, nëse qitohet e beson, e deklaron dhe me zemër i bindur, atë çish mos me i marr fjalët e tina për shembull në praktikë. Pa bie është kontradiktore, bie në kundërshtim. Me deklaru diçka kurse me vepru diçka tjetër. Ky ka të dashur kushti i parë dhe më i rëndësishëm prej kushteve të fesë islame. Prej tyre 5 themeleve, mbi cilat është ngritur Islami, kushti i parë që nuk ka tolerim në këtë kusht është dëshmia, shahadeti, me dëshmu dhe me pranu, me dëshmu me gjuhë, me pranu dhe pastaj veprat dhe me zemër me dëshmu pa dëshim, por edhe veprat pastaj me mju përmbajt. Ky është kushti i parë. Andaj ai i cili nuk e pranon Allah subhanahu wa taala për Zot, ai i cili nuk e pranon profetin alayhis salam për pejgamber, ai nuk është smundet me bëma sema. Dhe smundet me kalu në kushte të tjera. Kështu për exemple, kur e ka thënë Muadh radhiyallahu ta'ala, në Yemen, i ka thonë e ka thënë se tërës. I ka thonë tregoja atyre që nuk ka an yuwahidullah, kërkoj për atyre që Allahun me adhuru dhe as kënd tjetër. Fa inhum ata'uk, nëse ata e pranojnë dëshmin, shahadetin
se nuk ka zot përveç Allahut, dhe se profetët që dërguar nëse ata e pranojnë këto, atëherë ka lë tek shtylla e dytë ose tek baza e dytë ose te obligimi i dytë. Andaj ai i cili se pranon dashur zot as nuk e dëshmon, as nuk e deklaron, ai realisht nuk ka hy fare në fe. Dëshmia dashur është të kërkuar prej njeriu. Nuk është për obligime të tjera, namazi, agjerimi vjetor, namazi ditor, haxhi vjetor, Ramazani vjetor, haxhi në herë njëtë kështu më radhë. Ky njeriu kur të hyn në Islam me thotë një herë shahidën dhe pastaj përveç nëse bën diçka që Allah Azza duhet me përsërit për ndryshe është në rregull. Kushti i dytë të dashur vëllezër besimtar që e përmeni profeti alayhi salatu wassalam në këtë hadithe, cili është me falë namazin. Me dëshmu Allahun, me falë namazin, realisht në falë namazin është prej kushteve bazike ose bazë dhe më të fuqishme të fesë pas shahadetit. Dhe është i vetmi namazi që nëse besimtari me vetë dije, pa arsye, nuk e kryen, është i vetmi namazi që është e lënë nga ndërmjetllëku, nuk e refuzon, që dietarët janë të mospajtimit me statusin e tij. Kushti i dytë është me falë namazin, me falë 5 kohët e namazeve ditore, në ditës dhe të natës. Këto janë obligim të dashur besimtarë. Kurse përveç tyre, pas tyre 5, ato janë mundën me qenë nafile, sunet, të kërkuara ashtu më. Por në namaz hyn domethënë falë namazit është për qëllim 5 kohët e namazeve, plot ajete në Kur'an. Shumë hadithe të Profetit sallallahu alaihi wasallam kanë treguar për rëndësinë dhe për obligueshmërinë që ka namazi. Falë namazit në fillim të Kuranit, në surën Alif Lam Mim, në surën Baqara, Alif Lam Mim dhalika kitabun la rayba fihi Allahu azza tregon se ky Kur'an është udhëzues për ata që e besojnë të msheftën, e falin namazin e japin zakatin. Wa qimu salata wa atu zakata. Plot ajete në Kur'an, Allahu thotë për me falë namazin. Pra është obligim për burra dhe për gra prej moshës madhore deri në fund të jetës 5 herë në ditë, dhe nuk lirohet njeriu nga mosfalja e namazit vetëm nëse humbë është pa vetdije. I vetmi rast kur njeriu nuk obligohet me falë namazin është nëse është ai pa vetdije dhe gratë padyshim në disa periudha kohore e kanë të ndaluar me falë namazin gjatë ciklit dhe gjatë lehonisë. Përndryshe, në rrethona të tjera nuk amnestohet besimtari nga falja e namazit. Pra duhet me falë namazin, po ka lehtësime për të smutin, për të sëmurin, po smuret më marrë abdes, smuret më marrë tejmum, është në tharë me i bashku, është i smut më falë ullur, smuret ullur më falë ratë, smuret as ratë me deviz, më falë me shenja, me lexu surët e kështu me radhë, pra ka lehtësime shumë për ata që kanë arsye, por nuk ka justifikim që namazin me lanë dhe mos me falë madje, as në sëmurin, madje as në luftë. Për në asë një rrethon. Edhe ndashë vëllezër plot hadithe për Profetin sallallahu alaihi wasallam kur dha në ditën që vdiq, ditë e hane në namazin e sabahut, për herë të fundit kur i pa sahabët ishte namazi sabahut, ata ishin radhitur në safa, ishin ardhur me falë namazin e sabahut me Profetin sallallahu alaihi wasallam. E pejgamberi kishte 3 ditë që s'po mundet me dalë në xhami.
më falë për shkak se mundjes së rëndë që kishte. Dhe kur hapi bedën dhe i po shokët e tij që janë në xhami dhe xhamia ishte mbushur me burra, atëherë buzëqeshi fytyra dhe mbylli bedën. Ka thonë dietarët, ky është një farë mesazhi që profeti është i kënaqur me xhamatin e tij, pra me sahabët. Dhe po vdes e ata e kanë kuptuar fenë drejt. Pra namazit për i gati. As-salatu imadu din. Namazi është shtylla e fesë. Men aqamaha faqad aqama din. Ai që ngrit e fal namazin e ka ngrit fenë, ai që lë namazin e ka lënë fenë. Omeri radiallahu ta'ala anhu, po është në namazin e sabahat, u vëdet me thith, që pastaj edhe vdish pas disa orësh në njëjtën ditë, duke qenë imam në xhamin e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur dërguan në shtëpi, pyetja e parë që u bëri shokut të tij ishte asallan nas, njerëzit e kanë falë namazin. Njerëzit e kanë falë namazin. Ç'ke bëjë? Pastaj çka tha? Tha nuk ka hisin këtë fe, ai që nuk e falë namazin, sikurse që profeti sallallahu e imami i tij para se fjalët e fundit, para se me vdek, as-sala, ishin namazi. Andaj do shëzën pas shahadetit, që është deklarim me gjuhë dhe bindje me zemër, pastaj edhe dëshmi me vepra, është namazi shtylla më e rëndësishme e fesë. Dhe thashtë më herët, i vetmi obligim, detyrë që dietarët kanë mos pajtim për ato që nuk e falë. Jo që se më hënë, për ato që se falë. Hajtë se ka më falë, i vetëmi është namaz që dietarët kanë thonë se qysh duhet me vepru me qëtë person. Çka duhet me bo me qëtë person? Këto jo në libat fikut. Çka duhet me bo me personin që thotë jam musliman e s'më falët? Kurse mundësit më falë i ka. Qysh duhet me gjyku qëtë person? Kanë falë. Kjo shkelje e madhe, disa kanë thonë që qysh thotë Imam Abu Hanife, ka thonë duhet me shtim bërë. Dhe dejtë e njësë më falë që ati me la. Dejtë me mësim. E tjerë ka thonë duhet me denu edhe ma shumë e shumë. Dhe ka për atyre që prej djetarve, që ka thonë se ai që hiç falet kur, realisht me çka për dëshmon ai që është musliman. Me çka për dëshmon? Allahu Azza wa Jalla dhe desoft këtë millet me desoft. Kushti tretë në të rëshëllëzër, që përmem Profeti sallallahu kodër të islamit, shahadeti, falë namazit, dhënja e zëqatit, të Allahu Azza wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Pra në pasurinë e tyre kanë hak ata që janë nevojtarë. Edhe zëqat ashmëzër është njëri prej obligime, po është një pjesë të caktuar të besimtarëve që i kanë rrenet. Qoftë nëse kanë pasuri, është fjala të dukat, ose kanë para nisabën e dini, ose kanë bagëti, ose kanë malë tregtije, kjo është çështje tjetër. Kush e arrit mirë, po është edhe zëqat ashmëzër është prej detyrave që ka ardhur bashkë me namazin Kur'an afër 100 ajete. Falën e namazin jepet një zëqat. Falën e namazin jepet një zëqat. Andaj Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu, mas vdekjes së pejgamberit sallallahu, disa prej fisëve arabe nuk e japin zëqatin. Qysh e japin kohët profetit sallallahu. Ja nëse me bo dredhina. Ebu Bekri u shpalli luftë. Kush ma dhonë zëqatin për namazit, unë me të kom punë. Tha, ja kene me dhonë qysh e kene dhonë kohën e profetit dhe selam, ja kom ju luftu. Pra e ngritë zëqatin në nivel ose lartë bashkë me namazin, po s'ka dëshim që ai që nuk e jep zëqatin, por që nuk e mohon
si obligim, nuk del për i fesë, po sigurisht ka bo një mëkat jashtëzakonisht të madh. Kushti katërt është vëllezër i fesë, themeli katërt i fesë në këtë hadith është agjerimi i Ramazanit. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, pastaj çka thotë فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ شَهْرًا فَلْيَصُمْهُ. Ky është ose me këto edhe Allahu e ka bërë obligim në agjerimin e Ramazanit, edhe ato janë rregullat se kush duhet me agjeru dhe kush ka obligim dhe kush lirohet e kështu me radhë, është mesele në vete. Dhe kushti 5 i Islamit, themeli 5 i Islamit është shkuarja në hax. E ka në fund e ka specifiku kush i ka mundësit. Pra ai që i ka mundësit të dashur vëllezër, e ka obligim, farz të prerë me shku në hax. Kushtet janë dy, me pas kushte materiale dhe me pas shëndetin. Dhe kushti i tretë që dietarët e kanë llogaritë është me pas siguri. Ndoshta shneta është mundësi materiale ka mirë, po ndoshta siguri për me shku në Mekë mundet mos me pas. Qysh ka ndodhur ose hala disa vende që janë disa lufta tash vëllezër dhe jo të gjithë pastaj kanë obligim me shku nëse mungon siguria. Ky të dashur vëllezër është Islami sipas profetit që ja tha pejgamberit Xhibrilit dhe ai tha sadaqte, të vërtetën e dhe. Këto janë shtyllat, e mbi këto 5 shtylla ka dhe shumë detyra, punë, fjalë, vepra të mira të cilat e plotësojnë Islamin. Nëse besimtari kalon mongo diçka prej këtyre 5-ve, kalon mongo prej themeleve të fesë, më rëndësishme pas shahadetit patyshim është çështja e namazit. Allahu ju bekoftë e nderohet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.